Delegacioni i Beogradit i udhëhequr nga Petar Petković do të takohet nesër në Bruksel me të dërguarin special për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës Peter Sorensen si pjesë e rundit të ri të dialogut të zhvilluar nën patronazhin e Bashkimit Evropian, konfirmoi delegacioni i Beogradit për Kosova Online. Delegacioni i Prishtinës i udhëhequr nga kryenegociatori Besnik Bislimi është tashmë në Bruksel dhe ka zhvilluar takimet e para me përfaqësuesit evropian. Dialogu duhet të zhvillohet për herën të fundit me 15 janar, por Petković më pas u largua nga bisedimet për shkak të mbylljes së institucioneve të shumta serbe në qytetet në jug të Ibrit. Ambasadori i Bosnës dhe Hercegovinës në Serbi, Aleksandar Vranjes, tha për Kosova Online se ministri i punëve të jashtme i Bosnës dhe Hercegovinës Elmedin Konaković keqpërdori simbolet e Bosnës dhe Hercegovinës gjatë takimit me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, dhe se kjo është një shuplak e re në fytyrën e Sarajevës për Beogradin. Konaković, si ministri i punëve të jashtme, nuk ka leje të takohej me përfaqësuesin e shtetit të rrëmë të Kosovës, thot Vranjes, dhe kujtoi se Bosnia dhe Hercegovina nuk e ka njohur dhe nuk do ta njohë Kosovën për sa kohë që Republika Srpska është pjesë integrale e asaj bashkësie. Presidentja Osmani e priti Konakovićin në kabinetin e saj si takim zyrtar. Iraku në asnjë mënyrë nuk ka lënë të kuptohet një ndryshim qëndrimi mbi integritetin territorial të Serbisë, thot për Kosova Online Aleksandar Mitić nga Instituti për Politikë dhe Ekonomi Ndërkombëtare dhe shton se është e drejtë legjitime lobistëve shqiptar që të përpiqen në mënyra të ndryshme të nxjerrin gjithçka që munden. Analisti politik Blerim Burjani vlerëson se së shpejti mund të ndodhë që Iraku dhe Siria ta njohin Kosovën, por se ky vendim do të varet kryesisht nga Turqia. Analisti politikës së jashtme Mirko Dautović thot se qeveria irakiane nuk mund ta njeh Kosovën sepse kjo do të thoshte hapja e derës për shkëputjen e Kurdistanit dhe veren se ish ministri i Kosovës Hoxha nuk u takua me askën të rëndësishëm nga udhëheqja irakiane në Bagdad. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Mbrojtje dhe Punë të Brendshme Milo Andrecun deklaroi se është e papranueshme që komandanti i KFOR-it të lejojë stërvitjen Mbrojtja e Europës 2025 të mbahet në Kosovë, në të cilën morën pjesë trupa të cilave, sipas rezolutës 1244, nuk duhet të jenë të pranishëm në atë territor. Drecun theksoi se kjo mund të interpretohet si një mesazh nga Shtetet e Bashkuara se pavarësisht se kush është në shtëpinë e bardhë, do të vazhdojë të mbështesë FSK-n, të cilës i ka ofruar trajnime, pajisje, armë dhe bashkëpunim në inteligjencën për një kohë të gjatë. Seanca konstituive e Kuvendit e Kosovës u ndërprej për të 25 herë sepse as në seancën e sotme nuk u arrit korumi për votimin e fshehtë për kryetaren e parlamentit. Seanca konstituive filloi me 15 prill dhe u ndërprej për të parë që atëherë vazhdon çdo 48 orë, kështu që seanca e radhës është caktuar për të mërkurën. Kandidatja vetëvendosjes për kryetaren e Kuvendit Albulena Haxhiu pretendon se të gjithë sulmet ndaj saj, të cilat vijnë nga opozita, janë seksiste dhe mizogjine. Palestra sportive në Leposavić do të funksionojë 7 ditë me radhë, prandaj të gjithë aktivitetet sportive për fëmijë dhe qytetarët janë pozulluar dhe punëtorët e organizatës së sportit dhe turizmit kanë mbetur pa qasje në vendet e tyre të punës. Një numër i madh i policisë së Kosovës ishte sot i pranishëm para atij institucioni si në ditët e mëparshme dhe punëtorët përsëri u përpoqin të shkonin në vendet e tyre të punës duke paralajmëruar për pasoja të rënda dhe duke kërkuar përgjigje nga autoritetet. Drejtori Marko Radosavljević theksoi se me të vegjve u është mohuar trajnimi dhe se autoritetet ende nuk u është dhënë përgjigje pyetjes mbi çfarë baze është uzurpuar palestra. Fshati Joshanis në territorin e komunës së Leposavićit përballet me një numër të rënje të banorëve dhe rrjedhimisht të fëmijëve që ndjekin shkollën nga klasa e parë deri në të 4-ën si një degë i shkollës Ams të Leposavićit.
Këtë vit vetëm 4 nxënës ndjekin shkollën dhe mësuesja Ivan Angelković thotë se shkolla duhet të jetë një qendër për mbledhje, bashkëpunim dhe zhvillim të komunitetit. Pikërisht për këtë arsye mësuesja së bashku me nxënësit merr pjesë në projekte dhe punëtori të ndryshme me një mesazh të fortë për prindërit dhe të gjithë komunitetin se është e rëndësishme të ruhet shkolla. Ditë me diell të martën dhe mot tropikal i ngrohtë gjatë ditës parashikohet zhvillimi i vranët në disa vende dhe paraqitje të rralla të shirave afërshkurt me bubullima. Do të fryjë erë dobët dhe mesatare perëndimore dhe jugperëndimore, temperatura mëngjesit do të sillet nga 10 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 30 deri në 34 gradë Celsius.